Mbrëm rreth orës 22:35 në rrugën Martirë të Kombit në Bregoc ka ndodhur një vet aksident. Në këtë aksident janë përfshirë 4 persona, ndërsa për gjendjen e tyre shëndetësore do të ndjeki materiali në vazhdim. Njësitë përkatëse kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme policore. Policia e Kosovës apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të vozisin me kujdes dhe në përputhje me rregullat e trafikut. Ky raport është dhënë nga Vlera Krasniqi, zëdhënëse për informim nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakov. Doktor Ilir Hasanaj, shefi i emergjencës në Spitalin Isa Krezda në Gjakov, thotë se trajtim kanë marrë 2 persona. Rreth orës 11:30 mbrëmje kanë ardhur 2 pacienta të aksidentuar në komunikacion. Pacientat janë ekzaminu në emergjencë, morën analizat laboratorike, janë stabilizuar gjendja e tyre, edhe për shkak të trajtimit që dashur më dhonë më të specializuar, janë ndërkuar në klinikën e QKU-s, trajtim të material. Njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, duke kryer veprimet e nevojshme hetimore.